Ishte zëvendës kryeministri Arben Ahmeta, i cili ndodhet në Zvicër pasi kërkohet nga SPAK-u për t'u arrestuar, doli mbrëmjen e djeshme në emisionin e Qimpekës në Syri Televizion. Ndër të tjera, Arben Ahmeta i ka hedhur akuza mjaft të rënda ndaj kryeministrit Edi Rama si dhe antarëve të kabinetit të tij. Për të folur mbi këto zhvillime, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Gülsen Zhlima. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, besoj se e përcollot intervistën e Arben Ahmetajt, kush ishin, po themi, pikat më të rëndësishme në intervistën e tij dhe denoncimet e tij? Së pari duhet kemi parasysh që zoti Ahmetaj është një person i arratisur dhe i kërkuar nga drejtësia, por këtu duam të flasim për sa i përket pjesës politike të ngjarjes dhe të denoncimeve të tij pasi ka ikur nga drejtësia shqiptare dhe madje akoma më e dhimbshme është kjo që vetë ka qenë një ndër protagonistët në aspektin politik për shkak se ka qenë deputet dhe ministër edhe një person afër zotit Rama dhe sot ai është në arrati por denoncon zotin Rama dhe lind pyetja e thjeshtë pse nuk bën denoncime të cilat kanë të bëjnë pjesë edhe vetë dhe zoti Rama. Pra edhe vetë zoti Ahmetaj në procedimet ose më mirë në procedura administrative ku janë përfshirë të dy. Por kësaj radhe pam që zoti Ahmetaj ishte me disa dosje. Nga ato dosje ju duhet keni parasysh që ekziston një fakt konkret. Çfarë? Indicia që çon tek prova, pra tek faktet konkrete të cilat e kena të normuara në VKM të ndryshme në Këshillin e Ministrave, ku nënkupton qartësi që disa kompani të huaja me interesa të fsheta sot janë aksioner dhe mbarin pronat publike. Pra, pronat e qytetarëve shqiptar dhe ata krijojnë skema të ndryshme mashtrimi dhe këto ngjarje nuk thjesht duhet të merren thjesht si një justifikim që ai i cili ndodhet në arrati po denoncon për shkak të inatit, por këto duhet i marrim si një referencë serioze që në fakt të këte zoti Ahmetaj tregon që përveç se kjo drejtësi e cila po më lufton mua, kjo drejtësi po hesht duke mos të hetuar rastet konkrete dhe 7 dosje konkrete kundër qeverisë së Ramës. Prandaj solla këto dy raste, pra një arratisur i cili edhe për veten e tij don të shpëtoj veten e tij, por nga ana tjetër ky i arratisur do të shpëtoj brenda vetes tij edhe interesat shtetërore dhe të qytetarëve shqiptar. Pra, duke marrë logjikën si koncept dhe jo emocionin apo atë që ne themi shpeshherë mllefin ndaj që zoti Ahmeta ka ndaj zotit Rama, prandaj unë dua të them tek opinioni publik që edhe këto denoncime të zotit Ahmetaj shkundin zotin Rama dhe nuk jam dakord fare me titullin tuaj që thotë trondisin zotin Rama, por e shkundin dhe zoti Rama për të dhënë pothuajse një veçim apo një ignorim të intervistës së zotit Ahmetaj, përdori zotin Fejziu duke treguar sikur zoti Fejziu din që ministrat e tij regjistrojnë ato që ne themi kasetat e radhës dhe i publikojnë edhe në fund javë ndodhen në Amerikën Latine. Kjo ishte një lojë e bukur që të ishte vëmendjen nga zoti Ahmetaj, por jam i bindur që zoti Fejziu nuk e ndihmon zotin Rama, edhe sikur të thot nesër që zoti Rama është zoti dhe mbi zotin. Prandaj them që denoncimet e zotit Ahmetaj un jam i sigurt që mund t'i marrim edhe si mllef, edhe si një pjesë emocionit për shkak të ndëshkimit e tij nga drejtësia e zotit Rama, por në fund fare duhet i marrim me logjikë dhe me seriozitet, sepse cënon pikë së pari rendin kushtetut, rendin ligjor dhe sigurinë kombëtare për shkak se jemi antar të NATO-s. Zoti Zhlima, nga të gjitha akuzat që bëri zoti Ahmetaj ndaj zotit Rama, kush është akuza më e rëndë? Akuza më e rëndë për mua është cenimi i sigurisë kombëtare duke përzgjedhur kompani të huaja të lindjes së mesme ose ortak ose pronar të cilët nuk kanë lidhje fare me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Shtetet e Bashkimit Evropian dhe me investitorë serioz. Ato shqetësime që zoti Ahmeta i ka shprehur që janë ndërhyrje të rusëve dhe të njerëzve të cilët vijnë nga vende të ndryshme të lindjes së mesme që i kanë pothuajse të ardhurat jo të justifikuara dhe në burime të drejta, sigurisht përbëjnë cenim të sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë, sigurisht që të dhënat tona personale janë të rrezikuara dhe ende mbeten vulnerabël në duart të atyre të cilët i përdorin ato në heshtjen tonë, pra pa dijenin tonë, dhe nesër çdo qytetar shqiptar mund të përfshihet si një antar një bande kriminale duke mos e ditur që ato të dhënat kanë qarkulluar në vende të ndryshme. Prandaj, denoncimet e zotit Ahmetaj ishin konkrete dhe përveç kësaj të treguan qartësi që cenimi i sigurisë kombëtare ka të bëjë pikërisht me të dhënat tona personale, por edhe me të dhënat tona pasurore. Dhe këto të dhëna janë dhënë tek individ të cilët në raport me sigurinë kombëtare të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, organizatave kriminale, kartelit të drogës, sigurisht që do të ketë një ndëshkim juridiko-politik ndaj funksionarëve publik shqiptar dhe pas 90 ditëve nga momenti ku Kongresi Amerikan do të miratojë sanksionet, duhet keni parasysh që personat të përfshirë në Republikën e Shqipërisë do të goditen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shpallje jo vetëm non grata, por dhe me sekuestrim pasurie. Po themi akuza që bëri Arben Ahmetaj, besoni që se ndër të tjera i tha që këto akuza dhe këto denoncime si kanë bërë vetëm në, po themi në media, por i kanë bërë dhe aty ku duhet bërë. Mendoni që është marrë po themi në pyetje nga institucionet të tjera të drejtësisë jo shqiptare? Duhet keni parasysh diçka që një person i cili është në një situatë të vështirë, përveç se bën pakt me veten e tij, por bën pakt edhe me Zotin, por edhe me djallin, sepse do më thot dikush që si ka mundësi të bëj dikush edhe me Zotin edhe me djallin, është pak kontradiktore, por në momentin e shpëtimit personi kërkon që të gjenerojë rreth vetes së tij dhe mbrojtjen dhe vetmbrojtjen të çdo momenti të caktuar, sepse është i rrezikuar. Mos harroni faktin që zoti Ahmeta i përdori atë që ne themi rrëmbimin e tij dhe transferimin e tij në Itali dhe nga Italia në Shqipëri dhe të futet në burg që mos flas, dhe në atë momente ai person ka thënë që unë do të bëj pakt edhe me Zotin edhe me djallin, dhe ajo që unë tek intervista pash me shumë vëmendje ishte kjo që pikërisht asnjëri s'mund ta imagjinoj dot, por do një njohuri juridike, ishte që unë përveç gjykatës europiane të drejtave të njerëzit do flasë në gjykata të tjera, dhe një person i cili nuk ka lidhje me aspektin juridik thotë po mirë, gjykata europiane të drejtave të njerëzit kemi ne, pse gjykata të tjera? Pra, zoti Ahmeta i thotë, unë do dal dëshmitar në gjykata të tjera ndërkombëtare, edhe duke bërë pakt me djallin edhe me Zotin, në kuptimin që të shpëtoj veten time, sepse unë e di që drejtësia atje është Edi Ramës edhe askujt tjetër. Prandaj duhet kemi parasysh diçka. Të gjithë ata të cilët mendojnë që zoti Ahmetaj nuk ka folur në institucione të huaja, gabojnë. Zoti Ahmetaj ka folur. Zoti Ahmetaj tha të vërtetën në sy të qytetarëve shqiptar dhe përmendi atë që ka përmendur dje ambasada amerikane. Çfarë ka thënë? Ne do luftojmë organizatat kriminale, kartelet, politikën që është e përfshirë me drogën. E dëgjuat ju ambasadën amerikane të shprehet për korrupsionin? Jo. Pra, ambasada amerikane lufton vetëm krimin organizuar, sepse linja Trump është e drejt për drejt dhe vjen dhe godet krimin organizuar. Dhe nga krimi organizuar dalin pastaj ato që ne themi kërpurdhat e tjera të cilat bëjnë atë lidhjen me politikën, dhe në fund fare aty duket qartazi që vetë zoti Ahmetaj ka folur, do të flas
se në fund fare ai e di shumë mirë strukturë organizative që zoti Rama dhe qeverisja e tij dhe kur ai ka qenë vetë pjesë me cilat organizata ose me të cilët individ ka pasur komunikime jo vetëm zoti Rama, por edhe funksionarë të tjerë të Partisë Socialiste. Prandaj që të jemi realistë tek qytetarët shqiptar dhe të jemi të vërtet ndaj çdo komenti dhe qëndrimi publik, po jam i bindur që zoti Ahmetaj ka folur jo vetëm në autoritetet zviceriane, por jam i bindur që ka kërkuar dhe aleancën e ambasadës amerikane në Zvicër, por edhe pse jo, edhe drejt për së drejti të policisë amerikane, e cila është ajo e cila për mendimin tim do të bëjë jo vetëm hetimet, por në fund fare duhet të kemi parasysh që jam i bindur që dosja ka shkuar edhe në shtëpinë e bardhë. Zoti Zhlima ka pasur një përplasje mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministrit Edi Rama dhe drejtuesit të emisionit Opinion zotit Blendi Fevziu. Përplasja ka ardhur si pasojë një deklarate që bëri Fevziu në emisionin e vet, duke deklaruar se shumica e ministrave të zotit Rama fusin kasetën dhe janë në fundjavë jashtë shtetit. Ka pasur dhe një reagim të zotit Rama ku ai po themi e ironizon me përgjigjen e tij ndaj zotit Fevziu. Si e pat këtë përgjigje dhe kundërpërgjigje? Ishte loja e radhës së shpëtimit, më shpëto me çdo kusht sepse unë dua të heq vëmendjen tek njerëzve të thjeshtë të cilët sapo unë dalë dhe them një mashtrim, njerëzit e marrin si fakt konkret justifikues. Kjo ishte në të vërtetë ajo çfarë pat ju. Pra, në njëra anë kishim Ahmetajin, i cili akuzonte drejt për së drejtin zotin Rama dhe nga ana tjetër ishte sherrri me thënjza, ju lutem, jo kështu një sherr i papam, sepse zoti Rama tani e tutje duhet të bëj një debat, një konflikt artificial të cilin do ta shuaj në ftesën që do t'i bëj Fevziu, sepse mos harroni faktin se pasi zoti Rama bëri deklaratën i thot Fevziu si një opozitar i vetëm që jeti, pra ul opozitën, dhe i thot më fto që të vi t'i them unë aty, që është mashtrim kaseta, është mashtrim ku ndërkohë i nderuar dhe të nderuar miq e dini fare mirë që nga 2013 e deri më sot zoti Rama në kryeministri, në ministri nuk ka lejuar asnjë televizion publik apo privat të marri pamje përveç RTV-s që ka themeluar vetë që të zhduk gazetarin aktive dhe të vendosi një gazetari kasetash. A është fakt konkret ky? Po. Dhe çfarë ndodhi dje? Ndodhi pikrish më shpoto o Fevzi sepse je shpresa ime e fundit. Dhe duke e lidhur këtë situatë kaq shumë emocionale, dua t'ju them që zoti Rama din të aktroj, din të pikturoj, din të organizoj, din të sundoj, din të bëj gjithçka, por vjen një moment kur nga kaq shumë dituri arrihet ajo që ne themi padituria e vazhdueshme e gropave të cilët ke ndërtuar. Dhe në një moment kur gropën ja ke bërë të tjerëve, vjen radha edhe te ty. Po kur ti mendon që duhet mos shkosh tek ajo grop dhe duhet shkojnë të tjerë, kanë frikë se aty ku po shkojnë të tjerët duhet të marrin edhe ty me vete në mënyrë direkte apo indirekte. Dhe prandaj dje televizioni më i madh kombëtar që edhe një macë të futet kontrollohet çfarë mendimi do t'japi për qeverinë aktuale, e jo më konflikti midis Fevziut dhe Ramës, o zot ku ka arritur kjo gazetaria e orës 21:00. Prandaj dua të them që ky konflikt ishte artificial, do të shuhet dhe sigurisht që do të akuzohet zoti Fevziu dhe zoti Baton Haxhiu, i cili sigurisht her pas here janë parë me takime me shumë persona të ndryshme, po më fal, Fevziu dhe Baton Haxhiu nuk janë politikanë në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa këta ministra dhe Edi Rama në rast se ka shkuar apo ka komunikime, ai ka të paktën detyrimin moral të
mos ketë shoqëri me njerëz të cilët kanë dyshime apo janë të shoqëruar me persona të cilët kanë ndonjë problem në të shkuarën e tyre. Kujdes, nuk them që Edi Rama të kërkoj dëshminë e penalitetit me kë person takon, se s'jam edhe të kësaj natyre, e kupton? Por unë them, ti të paktën kur je kryeministër, merr informacion kë po takon. Edhe sikur të jetë i dënuar, por nuk ke lidh atë duke sulmuar opozitën. A kupton? Sa atëherë quhet bashkëpunim, nuk quhet thjesht të takova dhe mbarova punë me ty. Dhe përveç kësaj, Zoti Fejziu kërkon që të shpëtoj Zotin Rama. Kështu e pash unë, inshallah gabofsha dhe uroj o Zot të gaboj, po kam frikë se nuk gaboj, po gjithsesi Zoti e di. Zoti Zhlima, po sa i hyn në punë ky sherrri, po themi siç e quan ti të stisur për të rrequr vëmendjen e Arben Ahmetaj? Heqim vëmendjen e përmbytjeve, se Ahmetaj s'ka ç'a t'i bëj, se ke në YouTube të gjithë materialen. Edhe nesër dikush, një socialist i ndershëm flas, jo një person i cili jeton me interesa edhe nga mes deri në darkë, fajin e Kasaliu sepse është mirë aty ku kënaqet, edhe si puna e tyre që thamë në thef. Kur ishte partia dhe shkonte Edi Rama atje, ata thonin rroft Edi Rama, i shkoi pastaj Faldroma, thanë jo poshtë Edi Rama, po thanë nuk bëhet ky vend. Po mirë mo, kur ti Edi Rama të vinte aty dhe të bënte si dele dhe rri aty nga mes deri në darkë, e u tallte me ty, edhe pastaj të përdorin ty për vota, edhe në fund fare deri dhe të solli ato çfarë thuhet, ato Faldromat me ta prish shtëpinë pa të pyetur fare. Pse fajin nuk e ka Edi Rama, pas ka Shqipëria. Dhe prandaj po ju them juve që nuk është se fajin e ka Shqipëria edhe shqiptarët, por e vërteta është që e gjithë kjo situatë që po ndodh në vendit tonë është një situatë anormale, një situatë që kërkohet të shpik një krizë artificiale të kontrollueshme dhe që shuhet në sy të publikut dhe bien nga interesi për shkak se protagonistët me njëri tjetrin kanë role dhe kanë skenare të qarta, që do të thotë vëmendja e Ahmetajt të zëvendës kryeministrit në Arati do të ketë patjetër pasqyrime dhe vazhdimsi, se e ka në patronazh një televizion i caktuar, ndërsa konflikti i krijuar është një konflikt i cili duhet të uli tek ato që janë mbytur, që s'ka socialista, ta dini ju, ata në Knet edhe në vende dhe s'ka socialistë, si ka kapur ata nuk kanë problem, se i ka mbrojtur partia, a kupton, kanalizimit ja ka bërë partia, vetëm për ato qytetarë të thjesht, për ata njerëz të cilët e duan jetën e tyre dhe vendin e tyre, për ata i ka shkuar, dhe uroj që të shpëtojnë në kuptimin sa më shpejt dhe të gjenë një rrugëzide sa më të shpejt, kur qeveria nuk është e gatshme t'ia japë. Pra, heqja e vëmendjes nga situata emergjente që qeveria shqiptare duhet kishte marrë masa patjetër kompensimi dhe të shpallte gjendje të jashtëzakonshme dhe t'i pagonte nga buxheti të shtetit, ndërsa për një qytetar edhe socialist që merr 100.000 lekë dhe ka punu 30 vite, nuk pyet asnjëri se s'kemi lekë, ndërsa për një person i cili sapo hap një SHPK, ja gjen miliardet dhe ja japin sikur i kanë lekët e babait dhe nënës. Pra, këtu duhet kuptojmë ne bashkë që kjo ngjarje është një ngjarje që protagonistët kanë skenarin, bëjnë aktrimin dhe në fund fare qytetari do të thotë që fajin e ka Moti, e ka Ahmetaj, e ka Bela, e ka Qeni, e ka Macja, po kurse si Edi Rama. Prandaj them që këto janë ngjarje të cilat tregojnë qartësi pikpamjen e Zotit Rama në drejtimin e vendit dhe politikisht për mendimin tim nuk përbën që është politikan, po thjesht është një aktor që qytetarët shqiptar duhet ta kuptojnë, është edhe kërcimtar ashtu siç ishte në të njëjtën kohë edhe Maduro. Por ju duhet dini dhe duhet keni parasysh diçka që në jetë ka edhe lindje edhe vdekje, në politik ka edhe nisje edhe përfundim, por në politik përfundimi është me kokë lart apo me kokë poshtë. Kjo është në varësi gjithmonë të personit se si shtyp frenat dhe në fund fare se si shtyp edhe gazin, por edhe pasojat i din vet ai dhe duhet i marrë për vete.
Zoti Shlima, ditën e sotme ka pasur kontrole nga hetues PKH-s dhe SPAK-u në disa biznese lidhur me hetime që po zhvillon ky institucion në raport me Belinda Ballukun. Po themi, këto kontrole vinë vetëm një ditë më pas dhe edhe ditën e sotme që doli Belinda Balluku që u shfaq në televizion krah Ramës. Mendoni që janë sinjale që po i thonë Ramës që shiko, mos e merr më në krah sepse ne do e godasim gjithsesi? Këto aksione për mendimin tim të jem i qartë dhe me ju dhe me opinionin publik janë për mendimin tim aksione të cilët kanë dështuar nga momenti fillestar kur zonjës Balluku i është komunikuar akuza. Sepse prokurori i kësaj të çështje nuk ka vajtur që në fillim të kërkoj masa sigurimi ose të bëj kontroll ndaj zonjës Balluku, duke hequr imunitetin dhe duke trazuar atë që ne themi unitetin brenda Partisë Socialiste, por edhe brenda qeverisjes së vendit. Në një kohë të caktuar, atëherë prokurori kur pa që nuk pyet zoti Rama dhe është një pakt midis zotit Rama dhe zonjës Balluku, kemi parë që agjentët e BKH-s shkojnë edhe trokasin në dyert të Miletit. Këto janë pamje thjesht ose aksione të cilët për mendimin tim nuk japin rezultatin e duhur, për shkak se provat tani e tutje janë prishur, janë djegur dhe ku e di unë çfarë është bërë me tutje. Por unë mendoj se këto aksionet nuk kanë të bëjnë më me zonjën Balluku, por me instanca të tjera më të larta shtetërore, por përfshirë në oborin e qeverisjes së vendit, kur mendimi im është që agjentët e BKH-s do të shkojnë edhe tek policia e shtetit në atë që unë mendoj dhe e pash dje që zonja e ngarkuara e ambasadës amerikane në Tiranë takoi krye prokurorin e ri të posaçëm dhe krye prokurori të ri të posaçëm i dërgoi mesazh dhe i tha lufta kundër organizatave kriminale dhe krimin organizuar dhe karteleve të drogës. Në ato kuptim unë kuptova, të them të vërtetën, që çdo aksion tani e tutje ndaj çdo funksionari publik shqiptar nuk ka të bëjë thjesht me korrupsionin, po ka të bëjë me përfshirjen dhe bashkëpunimin me krimin organizuar dhe bandat kriminale. Pra, nuk është ajo që aksioni është për korrupsion, por pikërisht është për individ të cilët në mbajtjen e pushtetit politik apo institucional, administrativ apo ekonomik janë përdorur ose kanë përdorur bandat kriminale dhe organizatat kriminale për favore të tyre, duke shpërdoruar besimin e publikut për edhe të institucioneve përkatëse. Prandaj, çdo aksion që do të shikoni tani e tutje nuk do të lidhet drejt për së drejti me korrupsionin, por në sy të publikut në mënyrë indirekte do të lidhet me korrupsionin, por brenda drejt për së drejti do të lidhet me bandat kriminale, për mendimin tim do të jenë për ne për herë të parë në atë që ne themi në pamjen publike si ngjarje të pazakont për shkak se zoti Dumani mbushi autobusin e opozitarëve lloj të Partisë Socialiste, ndërsa zoti Brao ka një detyrë shumë të vështirë të mbushë autobuzat me organizata kriminale, kartele të drogës, por ajo që mbetet në pikpyetje nga ana ime është thjesht statistikore apo të vërtetë. Njerëz të pafajshëm në burg të kalben për sy të statistikave apo njerëz realist të fortë të cilët duhet të futen në burg për shkak se rrezikojnë jo vetëm sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë, por edhe të aleancës së ndërkombëtare që kemi të bëjmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por unë jam i bindur që në rast se jemi në këto kushte, do të shikoni që Shqipëria në një moment të caktuar do të jetë lajmi i fundit në shtëpinë e bardhë. Duket se çështja e Sajmir Tahirit në gjykatën e lartë po merr rrjedhën e dur pasi është caktuar edhe relatori. Mendoni që do kemi një proces që do përfundojë në raport me këtë shkallë të gjykatës?
Së pari, rasti i zotit Tahiri është nga rastet më të i pa imagjinueshme nga gjykatat europiane në kuptimin e certifikimit të reformës në drejtësi që unë e quaj në padrejtësi. Duhet të keni parasysh që asnjë ministër i brendshëm nuk mundet të procedohet për shpërdorim detyre kur nuk ka shkelur një ligj të posaçëm që ka të bëjë me drejtimin e tij në Ministrinë e Brendshëm dhe jo për sa i përket të ngjarjeve të rënda kriminale që kanë ndodhur në vend. Për herë të parë, drejtësia e reformuar nga Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë futur në burg për arsye statistikore njeriun e tyre. Ky është një mesazh i qartë për zotin Tahiri dhe për çdo socialist që manuali 1944 është në vazhdim dhe ka qenë në vazhdim nga momenti kur zoti Tahiri u procedua penalisht për sy të publikut që të bindet publiku që në fund fare nga kaq shumë kanabizim dhe ky Tahiri pas shpinës së Edi Ramës duhet të burgoset jo vetëm juridikisht por edhe politikisht. Në fund fare, ju do të kuptoni që dhe vetë drejtësia do të kuptojë në një moment të caktuar që ka dështuar me rastin e zotit Tahiri për shkak se asnjë moment nuk merret në procedim penal dhe për një akuzë të tillë një ministër në krye detyrës. Pse kjo gjë? Sepse imagjinoni ju, në rast se do të kishim inqenatorin e Tiranës një hetim të drejtë, sigurisht duhet ishte në Këshilli i Ministrave në burg dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës në burg për arsye të inqeneratorit dhe jo se gruaja bleu 100.000 libra. Prandaj, ajo që unë them është kjo, që zoti Tahiri kishte një betejë të vështirë, ishte një statistikë e vërtet konkrete për luftën e brendshme në Partinë Socialiste Tahiri, Balluku dhe Veliaj, por në fund fare, pasi vetë trupa gjykuese në gjykatën e lartë tani e tutje do përbëhet nga 19 antar, sepse njëri prej antarëve ka ndruar jetë dhe u plotësua vakanca, tani e tutje do të shikojmë që njëjti gjykatës, se këto është më e bukura, që futi në burg Ervin Sanjanin, do t'japi pafajësi për Sajmir Tahirin. Dikush do të thotë pse avokat jeni kontradiktor në rastin kur bëni këto krahasime, dhe unë do ju them, unë kur proceduar zoti Tahiri kam folur për prezumimin e pafajësisë, por asnjëri nuk dëgjonte dot, se s'kishte durimin për të dëgjuar. Por kur unë them që këto ngjarje të kësaj të reformës së re në padrejtësi nuk janë ngjarje të cilët janë të pa organizuar dhe të pa mirëmenduar mirë. Pra do të thotë që zoti Tahiri do ta fitojë pafajësinë e tij për shkak se një ministër i brendshëm nuk mund të dënohet në këtë formë, por pafajësia e tij do të godas atë që ne themi shpesh herë, çfarë? Reformën në dështim, reformën në drejtësi që ishte një dështim dhe thjesht ishte për popullin një çfyrje ndaj atyre të cilët mendojnë që vetëm politika është ajo që ka bërë gjëra të gabuara. Por e vërteta është që në këtë botë nuk janë të gjithë njerëzit njësoj dhe nuk do të thotë që të gjithë bëjnë korrupsion dhe të gjithë janë pjesë e grupeve kriminale. Duhet prova dhe nuk duhet thjesht të luftohet me atë imagjinat që për shkak se je politikan duhet të jesh i korruptuar, për shkak se je avokat duhet të jesh sekser, për shkak se je gazetar duhet të jesh gjobdhënës. Kjo nuk janë të gjitha gishtat njësoj. Prandaj duhet të përfundoj qëndrimin tim është që në rastin e zotit Tahiri duhet të ketë një reflektim të thellë edhe nga politikbërja që të kuptojnë që mbrapa kanabizimit të vendit për arsye politike fshihet zoti Rama dhe jo zoti Tahiri. Zoti Zhlima, besoni që me shpalljen të po themi të pafajshëm siç mendoni ju të Sajmir Tahirit
do filloj të bie dhe kjo teoria juaj që thoni që Rama ka goditur Tahirin, ka goditur Veliajn dhe pas gjithë këtyre goditjeve të drejtësisë fshihet Edi Rama? Shiko, duhet të jemi realist me opinionin publik. Nuk ka mundësi tek skandali i Ilir Beqajt të jetë fajtor Ilir Beqaj dhe Edi Rama mos di asgjë. Tek rasti i incineratorëve të jetë fajtor Lefter Koka dhe Alçi Bllako dhe Rama mos të di asgjë. Nuk ka mundësi që tek Bashkia e Durrësit kur në krye detyrës ishte Vajgjush Dako dhe Dako me Ramën ishin bashkë, Rama mos të ketë mësuar asgjë nga spionët që ka rreth vetes. Nuk ka mundësi që tek rasti i zotit Veliajt kishte kaq shumë akuza ndaj tij dhe Rama mos të di asgjë. Nuk ka mundësi që tek rasti i këtyre i bujqësisë që ka të bëjë me i Bardhin mos gaboj të jenë bërë abuzime dhe Rama mos të di asgjë. Më falni, Rama është kryeministri i Shqipërisë dhe nuk është një person i cili nuk duhet të di asgjë, sepse në fund fare policia e shtetit është në mbikëqyrjen e tij, kadastra është në varësinë e tij, ministrit janë në varësi të tij, të gjitha institucionet që kanë të bëjnë nga pushteti ekzekutiv janë në varësi të zotit Rama. Nuk ka mundësi ti për shembull të di Rama çfarë themi ne në portale dhe nuk di ka Rama çfarë bën ministri i tij që ka në Këshillin e Ministrave dhe ka antar. Dhe drejtorin e përgjithshëm të ministrisë e zgjedh Edi Rama dhe jo ministri, dhe mos të di Edi Rama çfarë bën ministri me projektet apo me tenderat e me PPP. Pra, është e çuditshme. Dhe për kanabizimin e vendit, si mos ta di kryeministri i vendit? Nuk e di kryeministri i vendit, si ja ka thënë ministri, ja ka thënë dikush tjetër të jetë më i bukur përpara kryeministrit, që t'i zej vendit ministrin. Se ju nuk e dini që ka intrig në një kompani private, jo më të shteti që ka intrig konkurrence papame. Tu ka intrig komshiu me komshiun për gardhin. Tu ka intrig një gruaja me burrin. Jo mos do ketë intrig brenda një qeverie, përsa i përket kanabizimit të vendit. Prandaj them që rasti ose rastet që janë përfshirë të gjithë rrethi zotit Rama. Pra, do të keni parasysh diçka. Ke zotin Rama, kishte zotin Veliaj, zotin Ahmetaj, zotin Tahiri. Pra, ishin tre figura të cilët ishin rreth zotit Rama. Dhe këto figura, për mendimin tim, nuk mundet që këto të treja të shkojnë të futen në burg, sepse ajo që më çudit mua është kjo shumë e thjeshtë për opinionin publik të kuptojnë diçka. Nuk ka mundësi ti zotri të mbrosh Ilir Beqajn. Mirë, që Ilir Beqaj është statistik për mua, e ti këtë, ta kam thënë vazhdimisht. Ma mbrosh Ilir Beqajn, edhe në një moment të caktuar shkon ti dhe më voton në parlament me 83 kusur mandate, bashkë me ato të Tom Doshin, më voton mua Endre Shabanin, avokatin e popullit, kundërkohë ai të ka kallëzuar dhe thoshte hajdut nga mjesi deri në darkë, ty edhe Ilir Beqaj. Pra do të thot, Ilir Beqaj që ka i pafajshëm, sepse kallëzimi pas ka ardhur nga kush? Pse s'ke marrë ti o i nderuar ndaj një kallëzim ose unë që ta çoj përpara spakut, themi po kallëzojmë X-in sepse kemi këto dyshime. Do të thotë që kallëzimin dikush e ka bërë gati. Pra do të thotë që kanabizimi për Sajmir Tahirin dikush e ka bërë gati. Se s'ka mundësi të bëjmë kallëzime, se edhe unë dua të kallëzoj, po nuk kam prova këtë kallëzoj. Thjesht duke shkruajtur roman apo duke shkruajtur në një artikull në gazetë dhe filloj të kallëzoj. Pra si nuk shkojnë disa gjëra, nuk ka mundësi të shkoj Lefter Koka, ministër, të shkoj vetëm në burg dhe ministrat e tjerë mos shkojnë në burg. Nuk ka mundësi që Alçi Bllako të shkojnë në burg dhe të tjerë funksionarë brenda ministrisë mos shkojnë në burg. Nuk ka mundësi që disa prej tyre të jenë detyrim paraqitje dhe disa të jenë në burg. Rasti Veliaj është rast shumë flagrant ky. Nuk është rast thjesht Veliaj është në burg sepse gruaja ka bërë budalliqe. Po jo, nuk ka lidhje. Veliaj është në burg
për të hequr vëmendjen nga incineratori i Tiranës. Velia nuk është në burg sepse gruaja ka ble 100.000 libra. Velia është në burg se pikrisht duhet të futet dikush tjetër që të zej vendin dikë tjetër në burg. Pra, qytetarëve t'i themi të vërtetën, si ka mundësi Rama të shaj kanale, të shaj emisione, të shaj portale, të shaj analistë, të shaj kazan gjithë. Pra, dika për të gjithë të tjerët, dhe kur në Këshillin e Ministrave këta po i villkan, pa djenin e tij dhe pa lejen e tij, kjo e bukur ishte me Feyziun, sa bukur tha, pa lejen tim me këta televizit, pra do thotë që në çdo rast dhe në çdo moment ata me lejen e Ramës, kështu e komentoj unë, dhe përveç kësaj edhe me bekimin e Ramës. Në rast të ndryshëm, shkarkim, degenerim nga të gjithë analistët që janë pjesë e Partisë Socialiste. Prandaj ju themi nderuar, pa gjë nuk ka. Duhet keni parasysh që zoti Rama mba përgjegjësi politike. Po, jam dakord. Përgjegjësi penale ka diçka tjetër me fakte zotëri. Por me politike thuaj po jemi fajtor sepse unë nuk isha adapt të përgjigjem me përgjegjësi politike dhe ta shkarkoj me njëherë Hajdutin dhe ta kap unë në flagrant atë që në SPAK. Dhe jo të më vi mua SPAK-u që t'i themi popull, shiko, po punon SPAK-u, pa edhe për ata opozitarët që duat ishtë për çaj, edhe për mua, po unë s'për çajm do se kam pushtetin dhe param. Ndërsa opozitarët për çajn, sepse kanë vetëm fjalën, edhe populli thot, po ku këta janë të përçarë, pse shkojmë ne te ky përçarë, ndërsa këtë punojmë me këtë tjetrin. Prandaj them që zoti Rama ka ditur dhe di shumë mirë pse po bën këtë politikë dhe jam i bindur që në një moment të caktuar, por sigurisht që viktim janë ata të cilët janë rreth zotit Rama dhe janë rreth pjesë për shkak të pengmarrjes, për shkaq të ndryshme, pra dikush ka grua në punë në shtet, dikush ka marrë një PPP, dikush ka probleme të drejtë për drejta që e mbrojnë zotin Rama nga pikpamje politike, po jo juridike, nuk mund të flasin. Por në një moment të caktuar, në rast se ata do të vinë moment të flasin, jam i bindur që do flasin. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë falenderoj për flesin.